pastaj prishje aleancash midis njëri tjetrit dhe personazhe për shkak si Klevis Salla në këtë rast, i cili humbi statusin e tij të penduarit të drejtësisë pikërisht sepse ajo që përbën atë që është statusi i penduarit të drejtësisë është besueshmëria e rrëfimet tua para grupit e tues në këtë rast. Por pjesa që vjen është nëse në të vërtetë ne themi Altin Doci ishte i pafajshëm, përse duhet ai të rrezikonte të arratisej? Se këtu nuk bëhet fjalë për një dënim që mund marrë ai shtesë nëse kapet për 3 apo për 5 vjet. Pra, nëse ti arratisesh me këto akuza që sigurisht ka nevojë të provohet, bëhet fjalë për një burgim i cili mund të kalojë dhe pra ja rëndon pozitën vetes, patjetër që ja rëndon pozitën vetes dhe sigurisht qoftë avokatja që prokurori e di shumë mirë domun që ti u mbet shumë privilegje pasi të kthehesh në qeli. Po kjo është një pjesë. Po vjen nganjëherë tani avokati harroi të shtonte. Vjen nganjëherë shpirti për të dalë kur e di që je i pafajshëm edhe mbahesh në burg padrejtësisht. Ka momente unë nuk mund të them domun që është mbajtur po gjykojmë mbi bazën e asaj që sepse ishim akoma në një fazë hetimi. Në një fazë paraprake. Normalisht ai presupozohet të jetë i pafajshëm derisa të dënohet me një vendim të formës së prerë. Por ajo që pason ose që di vetë personazhi i arratisur, mos është vallë fakti domun që ai ka përgjithësi të tjera për sa i përket indiceve, provave apo ngjarjeve tjera ku është përfshirë. Mos di ai vetë shumë më tepër nga çfarë dim ne po thua. Mos kemi edhe një lloj tradhtie këtu nga brenda edhe nga hetimet që i kanë paraprirë kësaj gjëje. Pra, le themi një ngjarje tjetër që mund të hetohet ose ku mund të jetë hetuar Altin Doci në këtë rast. Dhe ai i ka paraprirë duke u larguar nga. Nëse hamendësime mund të. Këto pjesë sigurisht janë pjesë e hamendësimeve, se vetë ai vetë po sekond avokatit. Vetë një burgosur në mendimet e tij të para kur hyn në qeli sigurisht është ideja për të dalë nga qelia në çdo lloj forme. Dhe është normale nga pozita në cilën ai gjendet. Kryesisht ata që e bëjnë këtë janë njerëz të cilët ose kanë burgime të përjetshme ose të gjata dhe që e shohin në arratin si vetëm mundësi për të përfituar lirinë. Dhe mos është ky rasti i Altin Docit? Atëherë, sepse avokatja përmendi disa apo një nga akuzat që është ngritur për Altin Docin, për cilën dhe çështja mos gaboj ka shkuar në gjykim, po për të tjera nuk më lejo të flas sepse është ende në seancë paraprake. Patjetër, për llogaritë kujt i ka bërë Altin Doci këto. Krahas shtëpisë Nureddin Dumanit vijnë edhe përgjimet e zbardhura apo të enkriptuara nga Sky SSO dhe Encrochat. Dhe në bazë të këtyre përgjimeve del emri Altin Docit atje. Del emri Altin Docit atje. Në bazë të këtyre përgjimeve thuhet në dosjen e prokurorisë posaçme, Altin Doci konsiderohet si antar aktiv i grupit të çopjave, një nga grupet më të rrezikshme konsiderohet nga prokuroria e posaçme, jo vetëm në Elbasan, por edhe në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Madje në momentin që Altin Doci ka qenë i arrestuar dhe i paradënuar në burgun e Durrësit, ka patur një mobilizim të antarëve të grupit të çopjave, janë në përgjimet e dekriptuara këto në dosjen e prokurorisë posaçme për ta nxjerrë Altin Docin me çdo kusht nga burgu. Dhe nga ana tjetër, gjithashtu, Fisi Çopja mbante familjen e Altin Docit me të ardhurat mujore dhe me të gjitha ato se për çfarë kishte nevojë familja e tij. Të provuara? Janë të dekriptuara. Tani është gjykata ajo që do ta ndaj pastaj se çfarë roli ka pasur si një mesazh për t'ia çuar Altin Docit që ne ende nuk të kemi harruar këtu jashtë. Dakor,